Njoja e pronës është tjetër gjë dhe certifikat pronësi është tjetër gjë. Po bëhet gardi, Ti ke një e pronë aty. private. Ajo është bërë, ajo një e pronë. Po vetë gardi, falni sekond. Jo, është një e pronë, nuk është pronë private. Po s'është se është ambient publik. Po ju më ke gabim, aty jo. Shtyllat aty jo. Ndërtimi vazhdoi me leje ku është aty. Gjeni letra. Ka polici. Gjithë janë me ju. Shkoni me banorë se është ambient publik. Ti nuk mund ta fusësh brenda ndërtimit publik. Rrethimi i një sheshi brenda një bloku banimi për ndërtim, si dhe futja e një fadrome të ruajtur me polici private, ka revoltuar banorët e pallateve në bulevardin Zogu i Parë. Ata nuk lejojnë që të bëhet ndërtim në sheshin para pallatit, i cili deri më tani ka shërbyer për të luajtur fëmijët. Këta zotërin pas një lloj leje të publikuar siç duhet jetë sipas rregullave, kanë filluar një ndërtim, natën kanë pruar një rusp, kanë hyrë në territorin e ambientit ku luajnë fëmijët tonë, ambientit publik. Dhe kjo gjë me sa di unë dhe me sa din gjithë banorët, domethënë është ndaluar. Prej mëngjesit ne lajmërojmë policinë e shtetit dhe policinë bashkiake që nuk na përgjigjen. Pa na pyetur fare ne banorët. Gjen dhe një ditë që ti nuk mund të ankohesh dot, se është e premte sot, nuk e ku të ankohesh. Tu ankohat ju? Ku të ankohemi sot? Ne lajmërojmë policinë bashkiake s'po vjen. Tani erdhi një. Tash erdhi një djalë. Kemi qenë në mëngjes. Sa shora? Funksionon si gjë. Mund s'konfirmos. Ato do të marrin distancë. Ky trualli këtu që është zënë, që do rrethohet sot, është pronë e tyre? Pronë e tyre, por kthimin ja kanë bë nga komisioni i kthimit pronave, ja kanë bë shumë më të vogël që të lejnë edhe për zjarr fikse dhe për gjithë. Ndërtuesit pretendojnë se kanë marrë leje ndërtimi pasi është pronë e tyre, por nuk tregojnë asnjë dokument. Keni marrë leje? Leja është marrë. Kjo është studim francez. Me studim francez është dhënë leja si mos distancë, parametra gjitha gjëra. Nuk ka asnjë shkelje as Nuk keni marrë leje për të zënë hapësirën publike? S'është publike kjo. Shpron hipotekë, është kthy, është dhënë leja mbi këtë shesh. Tani 1 minutë. Siguro kjo. 1 minutë. Ku keni lejen? Ta shikojmë sipërfaqen e ndërtimit. Lejen ato profesorët e firmës e kanë çuar në bashki dhe kur vin to inspektorati çajnë to, ju dorëzohet tyre sa popullt e rrugës. Inspektorët të ndërtimit në Bashkinë e Tiranës, të cilët mbërritën në mesditë, thanë se janë duke verifikuar nëse ndërtimi është me leje të dhënë nga Bashkia e Tiranës, ndërkohë që kjo periudhë, para dhe pas zgjedhore, ka qenë shumë e favorshme për lullëzimin e një sër ndërtimesh pa leje në kryeqytet, ndërsa ndërhyrjet e inspektoratit ndërtimor kanë qenë modeste për ta frenuar këtë epidemi.